Normalizohet situata sa i takon furnizimit me energji elektrike në qarkun e Korçës. Nga rreth 500 abonentë që kishin mungesë të energjisë një ditë më parë, sot është vetëm një i tillë në zonën e Petrushës. Një gjë e tillë është bërë e mundur fal punës së grupeve të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të cilët kanë qenë në terren që nga dita e djeshme, duke riparuar defektet dhe rilidhur energjinë elektrike në fshatrat e njësisë administrative Lekas në Korçë, në fshatrat Nic, Stërkanje, Dërdush në bashkinë e Maliqit, në fshatin Bulgarec në Korçë, si dhe në fshatrat Zharkanje e Novosel në Kolonjë. Burime zyrtare nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike në Korçë bëjnë të ditur se situata vjon të jetë në monitorim për shkak të kohës së keqe me borë e erë në disa zona të qarkut, kohë që mund të sjellë sërish shkëputjen e energjisë elektrike në fidra të ndryshëm. Për të përballuar çdo situatë, OSHE ka në gatishmëri disa grupe pune, ndërsa i bën thirrje abonentëve të njoftojnë për çdo problem apo defekt që hasin në rrjetin e shpërndarjes, në mënyrë që problematika të zgjidhen në një kohë sa më të shpejtë.